Për shembull, flasim pak për Kosovën. Çka të pëlqen mas shumë ti në Kosovë? Mangër. Ushqimi, pra, të pëlqen mas shumë ti në Kosovë. Cili është ushqimi që të pëlqen mas shumë ti? Oreza dhe ase tomën e... Hajtë e kërë. Edhe kur gjë tjetër. Veç të dyja. Mirë shumë. Kush përgatit shumë mirë në shpetë ti? Mami. Mami. I bën krejt ushqimet e mira, a? Po. E ti kur tritesh, a ki qef me mësu me përgatit? Edhe mami në erë ka po pite të një. Edhe pite ka po, edhe pitet kam pëlqy, a? E ti kur tritesh, a ki qef me mësu në kuzhinë? Po. Nëse kishe pas mundësi me pas një super fuqin, qka kishe pas shef me pas? Shambull, a kishe dash... Po? Me bo pite me shpanaq. Kishe pas shef më mësu me bo pite me spanaq. Mirë shumë. E për shambull, në ndonjë super fuqi me fluturu, ose me mujt me kriju, diçka kishe pas shef? Me fluturu. Me fluturu. Ku kishe shku nëse kishe mujt me fluturu? Në Gjermani. Në Gjermani. Pse në Gjermani? Më pëlqen. A e ki dikën atje? Po, në bobën nonën. Kënë? Bobën nonën. Kush janë gjyshen edhe gjyshen, a? Po. Ata e në Gjermani, a? Po. A flet shpesh me ta në telefon? Pak. Pak. A të merë malli për ta? Pa. A ke shku ti në Gjermani ma shumë, a vinë ata ma shumë në Kosovë? Ata vinë ma shumë në Kosovë, në shkujna ma shumë. Të dy partë. Qka bëni zakonisht kur shkoni atje? Ose kur vinë gjyshe dhe gjysha në Kosovë? Me përqaf. I përqaf. A ti plëcojnë krej dëshirat? Po. Mirë shumë. Amelia, e the që ma hira që ke qef me u bo police, po nëse jo police edhe mjeke, për shambull. Po ndo njëherë në televizion, a kështë pas qef me punu? Qështu si janë, për shambull, me pas një emision? Po. Qëfar emisioni kështë pas qef me bo? Për se të qashta. Si unë qështu, për fëmija? Po. Po. Cila është lodra jote e preferume? Një qenë e vogël me se dhejtën e ta një bojnë. Njëm. Një qenë i vogël është një lodër e jote e preferume. Nëse kishin mujt me fol lodrat e tua që ti ki, qka me ndonë që kishin thonë ata për ty? A kishin thonë që je vajzë shumë e dëgjushme? Po. A je e dëgjushme, a nuk i dëgjon shumë? Po. Qka po? Je e dëgjushme, a? Po. E pëse po që esh? Ka na i herë që ja u prish qefin, a? Po. Ka një herë, roth. E nëse kishe qenë princesh, a kishe pas qef me u bo princesh? Po. Qfar princeshe kishe qenë? Qase të pembe. Një princesh që vishet me të pembe, a? Po. Edhe me të bardh. Edhe me të bardh, me të pembe edhe me të zezë. Edhe me të zezë. A krej qështu që je tash, pra do me thonë ti qenë ke princesh edhe tash. Edhe me qëtë të bardh, edhe me të bardh edhe me të pikaft. A janë qëtë të kaft? Po, është si e kaft. Do me thonë krej qështu në gjyra që ti i ki, ka një princesh, a? Po.